sondazhet në ekranet jo. Fabula e sondazheve. Dhe t'i japim që kohës, para se të vija në emision sot, më vjen një mesazh, në fakt kishte mesazh i para ca ditësh, po sot më dërgoi te Flogerdi. Dhe më çoi mesazh që më thot Çani, kujdes sot i bie të jetë sondazhi i fundit, sepse KQZ-ja ka nxjerr në ligj, më duket fund në ligjin e zgjedhorave. Kodi elektoral. Kodi elektoral është një nen, që nuk e di ka qenë apo jo tani, po të shën si ka të mos vonohem me këto budalliqe, që nuk lejon më sondazhet në Shqipëri 5 ditë para zgjedhjeve. I bie që unë kam bërë sondazh i fundit sot, po ne në dorë kemi se e heqim parat e i fundit, sepse ne kemi vetëm martën e emision, se unë jam të martë të mërkur të premte këtu të MCN-ja. Ani, bëre llogari me Flogertin, i thash Flogert, pse mos e bëjmë të martë vëlla, sepse nuk jemi brenda ligjit, nëse ligji është kështu. Se i bie marta s'quhet, dakord? I bie e mërkur, e njëjtë e premte, e shtun, e diel. Pra, ne e bëjmë të martën, para se fillojmë mërkura. Pra, e mbarojmë para orës 12 natës martën. Flogerti më tha, me sa kuptoj, tha, pas të hënës nuk bërë më njëri sondazhe, as një ekran. Po se djela fillon votimi në mëngjes, nuk llogaritet e djela, ti llogaritet deri në fund të dielën. Bravo. Deri në 12 natë, se djela fillon në 7 mëngjes. Normalisht, tani, o Flogert, pa unë burko këtu vlasë duhet marrim shifrat, marrim investigatar sondazh deri sot që kanë votuar te sonketa në rrjetet, në këto në Facebook dhe në Instagram. A mund të marrim tani live, vlla, ke mundsi kë njeftë KQZ-ja të marrim live telefon, ta pyesësh? Të martën, jam të Çani, thuaj live, të martën, Çani ka emision e radhës, dhe i bie 5 ditë para zgjedhjeve, pa e prekur ditën e 5. Ke mundsi kë njeh atje, Flogert? Po, unë kam komunikuar me Drilona Hoxhën, që është zëdhënëse e KQZ-s. E merr do telefon, lutem, shpejt e shpejt. Bie që ti biem qafë se është ora 9 ca. Nuk është tani Drilona, nuk besoj. Po është jashtë orarit punës. Po le të jetë burr, nëse përgjigjesh. Ta tentojmë, KQZ-ja është për herë korrekte. Provojnë. Bie 4 ditë Çani, bie deri të shtunë 4 ditë të diel, fillojnë votimet. Pra ti thua nuk kemi drejtë apo? Përfshihet e djela në llogaritje. Nuk përfshihet. Jo. Je pa të shohim. I bie mërkure. Çao çik zërin me viva voce, çao çik në maksimin pa dëgjojmë pa. Afrote. Drilona mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Flogerti jam, jemi live tek Zonë e Lirë, tek Çani, tek MCN dhe ndjes për orën sepse faleminderit, jemi pak vonë, por ndjes. Atëherë pyetja është, ne kemi sondazhin sonte dhe kodi thot që 5 ditë përpara ditës votimit nuk lejohet që të shfaqen sondazhe të tjera. Është neni 78.5. Që thot publikimi i rezultateve të sondazheve zgjedhore duhet të pika 4, rezultatet e sondazheve zgjedhore nuk mund të publikohen gjatë 5 ditëve të fundit para datës së zgjedhjeve. Përfshirë edhe datën e zgjedhjeve deri në orën e mbylljes së votimit. Tani nga marta thuaj. 78.4. Ditën e martë me sipas kodit dhe sipas përllogaritive të kodit është datë që lejohen apo nuk lejohen? Tani ndje se unë nuk e di çfarë date i bie data 6. Jo në sensin e ditëve, por i bie që dita e fundit e publikimit të rezultateve të sondazheve është data 5, sepse për 5 ditët e fundit, për gjatë 5 ditëve të fundit, që është data 6, 7, 8, 9 dhe 10, që është dhe heshtja zgjedhore, nuk lejohet publikimi. Pra data 5 i bie të hënën. Po. Është e sigurt. E hëna është afati i fundit kur ne mund të nxjerrim, kur mediat mund të publikojnë të dhëna sondazhesh. Sipas pikës 4, po. Falenderojmë shumë. Mirë, jo kam një pyetje për Drilona. Ka një pyetje Çani. Në qoftë për shembull në televizion tjetër, kushdo qoftë ai, përfshi dhe ne e bëjmë për shembull të martën. Po. Edhe të martën një sondazh. Çfarë gjobe kemi? Cili është penaliteti në qoftë se shkilet kjo pike e kodit? Ka disa nene të kodit për sanksionet zgjedhore. Unë këtë nuk mund t'u them, sepse është pjesë e vendimarrjes, pra shurtimi që bën Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, i cili bën shurtimin edhe të vlerësimeve që sjell dhe raporteve që sjell Lama, dhe në bazë të argumenteve rrethanave dhe shkeljeve vlerëson edhe pastaj sanksionet. Do të thënë është kështu, është ellastik ligji, nuk është parashikuar me ligj, është ka gjoba. Që shqyrtohet dhe në bazë çfarë thot Ama edhe gjithë komisioni mandej. Do të ishte në ligj ajo, që ai që e shkel të gjë ka cilë raportet tek ne, që monitoron media gjatë gjithë kohës, bën gjetjet, jep dhe rekomandime komisionerit.
Ndërkohë, mediat apo palët që kanë ankesa apo nuk kanë dakordsi, mund të sjellin pretendimet e tyre dhe mbas të gjithë shqyrtimit të gjës, komisioneri vendos më pas. Pra, është ama... Marrja bëhet gjithmonë në seanca publike. Okej. Mirë, Faleminderit shumë Drilona. Punë të mbar. Ju lutem, suksese, punë të mbar. Faleminderit. Tani jemi që jemi këtu, vlla. O Floger, më shif mua. Nga ama kë njohin marrim një nga ama tani. Ama si gjuna, mos e bëjmë të martën më burrë. Po duhet të komunikojnë në qoftë se kemi njëri, po ne njohim kudo mo. Po unë di se ti, atje që njeh kudo mo, prandaj. Të punë kemi mo. Po pa e di, më e di. Problemi është që do e shohë që ke nga ama ndërkohë që ne shohim tabelat. Patjetër. Është momenti me Flogertin para se fillojmë shifrat. Flogert e lam që do kapi një kontakt nga ama. Ama është autoriteti mediave audiovizive. Folëm me KGZ pak më para, me Drilona Hoxhin, që falenderojmë. Ajo tha, të hënën e hëna është ditë e fundit, tha. Dakord? Sa këtë e gjinishi, po të shofim me kuriozitet të papar, se vetëm këtë emision bëjnë që me në live njerëzit, për tilla gjëra duke së detaje këto, po janë shumë të rëndësishme. Tani, gjete një kontakt me ama, të lutem? Po, unë fakt i shkruajta kryetarës Amas, kolegës ton, Armela. Armelës, po? Qa tha Armela? Dhe i thash ndjes për orën se ora 9:30 tani, po jo mos janë njerëzit në shtëpi tyre. Po le të jenë në shtëpi, po nuk ka kushtata 12, nuk kanë gjumë. Po gjerë në orën 4 punojnë njerëzit, 4:30. Ore tani një sekond tani, po monitorimin kush e i bën? Ata shohin çdo gjë më. Po jo kryetarja. Njëjtë gjithsesi, përtej gjithave. Çfarë tha Armela? Armela u tregua shumë e gatshme që të lidhej me neve. Na çfarë tha? Do marrësh tani? Merë urgjent Armela, merë pak. Këtë fala thuaj edhe nga Ariani, kam kopa e takuar në fakt. Në fakt kam kopa folur me të që u ka qenë te zyra e Ramës, në duket. Alo? Dikur. Po ka qenë dikur te zyra e Ramës, po. Alo, po me mbrëma. Me mbrëma, zonja Krasniqi, nga zonë e lirë jemi live me Çanin. Përshëndet thuaj Ariani. Edhe Ariani të përshëndet shumë. Edhe unë e përshëndes. Faleminderit. Ju uroj vim si të mbarë të emisionit. Faleminderit. Që mos t'i marrim kohë. Që të mos ju marrim shumë kohë, duam dalim direkt në temë. Ne pak më herët komunikuam me zëdhënësën e KQZ-s për faktin nëse mund të transmetohen sondazhe në televizion pas datës 5 mars. Dhe sipas saj jo, por është dhe ama e cila bën monitorimin Floger, pyet Armelën thuaj trosh, thuaj me thot Çani, të martën e bëjnë do sondazhin tuaj? Kur është data e fundit, është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ai që mban, le të themi, të gjitha rregulloret apo aktet e kodit zgjedhor dhe aktet ligjore të tij. Ama bën faktografi të procesit zgjedhor se çfarë bën media. Sigurisht edhe sondazhet janë një nga pjesët e rëndësishme të pasqyrimit mediatik. Ka disa momente që mediat janë detyruara të japin kur japin sondazhe, kampionin, kush është porosici, marzhin e gabimit, të cilat janë detyruara të bëjnë transparent. Edhe ne duhet themi marzhin për pak. E kemi thënë në emisionet e tjera. Duhet të thoni marzhin, patjetër. Po edhe kampionin nëse është... Ka një pyetje Çani. Jo, Armela, të lutem, që mos i marrim kohë dhe të... Datën dua ta sqaroj, datën nuk varet nga ne, varet nga të gjitha rekomandimet. Tani, po, në qoftë se ne japim të martën, thuaj. Në qoftë se Çani vendos që ta transmetoj të martën sondazhin e radhës. Do kemi ndonjë... Ama, çfarë bën? Jo, ma mund të hyjmë mikte ama që mos a gjobisi, Allah. Brenda ditës, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Ta thot? Ama... Brenda ditës informon KQZ. Brenda ditës duhet njoftoj Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Ne çdo ditë raportojmë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Flogert, ndoshta askush se di, po ama gjatë gjithë këtyre kohëve, pavarësisht se ka pasur shumë ditë pushimin e kemi qenë çdo ditë në punë. Ne sërimi për sërim punë. Armela. Ka dhe i pyetje Çani, po. Në qoftë se japim të martën, thuajmë, nga ama, na jep fjalë Armela që s'do kemi asnjë kështu ankese? Çani thot në qoftë se japim të martën, na jep fjalën që nuk do kemi asnjë lloj ankese. Nga ama. Nga ama do. Ama bën faktografi. Më pas do të komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, i cili do ta marrë në shqyrtim faktografinë që ama i dërgon
Pra vetëm raporton Ama, nuk ndërmerr masa Ama ndaj televizionit. Nëse ka ligj, për çfarë do diskutojmë? Prevalon kodi zgjedhor, i cili është më i rëndësishëm se ligji, le të themi, është më i fuqishëm se ligji organik. Prevalon kodi zgjedhor. Po pra, do të thënë nëse unë rregulloj thuaj Armelës me Celibashin. Dhe Celibashin thotë, "Ok, Arjan, e marta je në kufi, po mund ta japësh." Armela po thotë që nga Ama ne bëjmë vetëm raportimin dhe vendimin e Ama, mi pa rregull, po KQZ-ja mua se votot gjop pra. Ama do ma vëj. Jo, nuk vë gjop Ama, vë gjop KQZ-ja në rast. Jo, nga Ama, e ke gabim. Gjatë kohës zgjedhore, Flogert. Po të gjojmë, po të gjojmë. Desë merrem me këtë pjesë, mos flas për asgjë, vetëm me këto dua të merrem gjithë ditën. Zgjedhore, Ama për sa i takon zgjedhjeve nuk vë asnjë sankcion, asnjë penalitet apo gjob. Jemi në rregull. Okej, Armela, të falenderoj shumë, po merrej me Celibashin. Jashtë zgjedhore fillon në funksion ligji organik i institucionit. Sa i takon zgjedhjeve janë të lidhura ngushtësisht me kodin zgjedhor që institucioni përgjegjës sigurisht është komisioneri shtetëror i zgjedhjeve dhe komisioni qendror i zgjedhjeve. Çani thot shumë faleminderit dhe ne gjithë themi shumë faleminderit. Tani do merremi me Ilirianin, Celibashin. Faleminderit shumë, natën e mirë, punë të mbar. Përshëndetje me. Natën e mirë. Ndërkohë po i bie Celibashit tani unë. Se i çoj mesazh, ai mbas se s'di që po e marr live. Një sekond. Manë që Celibash të pyet. O Ilirian si e? Ilirian, më dëgjon? Mos, nuk ka. A, ku je? Jem në i garazh. Po futem garazh, të të marrë për 2 minuta, sa gjithë. Më merë të lutem për 2 minuta të pyes për diçka, të lutem, mos maro. Hajde. Hajde, ciao. Ndërkohë po mori Celibashi, bamë të presin e bisedën. I jepi Ledio këto tani, po mori, të do marrë ai se është njeri korrekt Celibashi. Ledio, nxirri tabelat e para të shohit Sako, Gjinishi dhe Flogerti, cilin votoni sot si kryeministër. Pra nëse do kishit ju në dorë votoni kryeministrin. Jepi Gjergj. Okej, kë votojmë sot si kryeministër të vendit, përqasim emrat dhe kryetarët e partive, 11 kryetarët e partive, siç kemi thënë, vazhdon të jetë në vend para Rama, ka një rënje shumë të lehtë, 0.4% mos gaboj nga java e shkuar. Ndërkohë që Berisha ka një rritje prej 0.7 pikësh përqindje, se janë pikë përqindje. Lapa është aty, 6.9, 6.8, kemi një rritje të qorit, nga nga tjetër kemi një rënje të lehtë të shejajt, ndërkohë që Lulzim Basha ka një rënje prej 2 pikë përqindje. Ka rënje Basha, po, kemi një rritje të Tom Doshit me 1.7, ndërkohë që pjesë dasheje 0.9 dhe pastaj të tjerët janë të papërfillshëm në sondazh. Lajmet janë këtu, që mund të ndihmojë dhe juve. Pikëspari duhet kuptojmë që në këto zgjedhje kemi 11 kryetar partish dhe subjektesh elektorale që kandidojnë për kryeministër vendit, ndërkohë që në zgjedhjet e shkuara kishin vetëm 4 të tillë. Dhe kjo bën diferencën sepse në qoftë se nuk i kemi tabelën grafike, po në qoftë se referohemi shifrave të 4 viteve përpara, në qoftë se doni të dini, Edi Rama ka qenë 46.68%, Lulzim Basha ka qenë 39 pothuajse %, Monika Kryemadhi 6% dhe Tom Doshi 2%. Tani topi është juaj për të analizuar. Sako, një koment ke për këtë tabel që të mos zërim shumë këtu te kjo, me mandatet. Këto janë thjesht për të kuptuar pak. Ja, ka një rëndësi sepse ka 2021 me 2025 kupton se kanë lëvizur enët brenda smajtës dhe djathtë. Rama është rriti këtë ndërkohë në tabel Çani është krahasimorja e datës 11. Po e shohim ato. Kur kemi filluar java e shkuar dhe java e sotshme. Në raport me 4 vite përpara, Rama ka një rënje në makro, pra në rang kombëtar me 2.1% një rënje, por nga ana tjetër, aso kohë ishte Lulzim Basha, tani është Sali Berisha, ka një rënje prej mos gaboj, ka qenë 39%, tani jemi 34 prej 5%. Bukur, Sako? Shpejt një koment. Edhe Rama dhe Berisha ose Basha, sa aso kohë ishte Basha. Fakti që kanë dalë disa subjekte të reja më shumë se sa në zgjedhjet e fundit kaluara. Janë këto partitë. Tregon që ka një Këtusimit të mandatet, jemi tek fakti këtë duan shqiptar kryeministër. Mos t'i përkthejmë që ka një zhgënjim, duket që ky zhgënjim është transferuar ke këto shifra tu për kandidat për kryeministër, ke 13 ose 14% a 15%. Ke partitë e vogla, pra janë 15% të votuesve, si pas ti sondazhi gjithmonë, që kanë ikur nga të cilët mund t'jenë dhe nga ish zona gri, okej. Ta marrim? Se, me qesh. Mos më mërzit, Sako. Mbaj mend të kërële. Alo, Celibash? Mi mbroma edhe njerë.
Dëgjoj, taksirat e ke unë po të marrë pa autorizim, në fakt pa leje, pa ta thënë përpara, po të marrë jemi live në emision, jam me 4 të ftuar, 4 miq, jemi duke bërë të sondazhin e radhës, dhe të kanë vënë thjesht me viva voce që të dëgjosh edhe në publik. Nuk të mbaj shumë, thjesht dua të pyes për një detaj që më intereson mua personalisht. Atëre, më thua një gjë, Ilirian, të lutem. Unë ka emisionin dhe më cënëja të martë më kur të premte, dakord? Sot është e premte dhe ne kemi sondazhe radha, se e lam të bënim çdo të premte. Pa pritur pam që pas ka një nen që nuk lejohet sondazhet deri 5 ditë para ditës votimit. Përfshirë ditën e votimit. Përfshirë ditën e votimit. Tani, unë e ka emisionin e radhës të martën, që vjen që i bie data 6 maj. Kam të drejtë. Nuk e bën dot. Nuk e bëj dot? Mos. Nuk e bën dot. Të hënën, nëse ke sondazh deri ditën e hënë do ta publikoj. Jo, të hënën s'jam unë, nuk jam të hënën, jam të martën. Nuk e bën dot. Se bëj, është e sigurt, ë? Është e sigurt 100%. Okej, iku kjo. Ka ndalim ligjor. Ka ndalim ligjor, dakor. Tani, në qoftë se e bëjmë, çfarë penalitetesh kemi? Ke sanksione, para duhet nuk lejohet, ndalohet, edhe nëse nuk gaboj vlera është 5 milion lekë të vjetra. 5 milion të vjetra? Ka që është sanksioni, nuk ka të tjera. Nuk e publikon dot sondazhin. Po jo, në qoftë se e zëm, tani unë jam në supozim, në qoftë se unë e publikoj dhe e paguaj gjobën. Ka më problem tjetër? Pra, te gjoba është, apo, nuk ka? Nëse pyet shkon në burg nuk shkon për të. Në burg nuk shkon për të, atëherë do paguaj 5 milion lekë, apo jo? Jo, nëse nuk gaboj se nuk e kam parasysh vlerën e sanksionit administrativ tash, po ka sanksion administrativ. Është e shkruar në ligj kjo? Sanksioni sa është? Është e shkruar në ligj. Pra, atëherë unë do të negocioj me Meksin këtu me pronarën e televizionit, i them Meks, e paguajmë ta bëjmë sondazh të martën. Nëse Meksi thotë po, ne mund ta bëjmë apo jo? Apo të bëjmë dhe një konfirmim tjetër bashkë në nesër pas nesër? E diskutojmë, po për këtë gjë kjo është pak po e sigurt që nuk e bën dot. Ligji të ndalon ti publikosh sondazhe. Po pra, në qoftë se unë e shkel ligjin pra, paguaj 5 milion. Ligjin ta them edhe se si janë sanksionet, çfarë reperkusionesh ka emisioni, televizioni. Pra, ka për te 5 milionshit apo jo të gjobës? Jo. Nuk ka. Nuk ka. Po pra, atëherë jemi rregull. Tani çështja, i kemi 5 milionë që të paguajmë apo jo? Ka detyrime të tjera televizione që lidhen me respektimin ligjit për transmetimet, ama ka implikime të tjera. Pra nuk është vetëm gjoba atëherë. Po. Mi këtu pastaj deliko. Ma nuk ka se me amën fonëm ne Ilirian. Zgjedhor. Merr një konsulent ligjor, i thoj Meksit marrë një konsulent dhe ta bëj tamam këtë gjë. Okej, flasim me një konsulent. Edhe të jam vetë këshillat e tim në pozitën e gjyqtarit. Dakor. Ilirian, ç'son punët mirë, je lodhur? Po mirë nga kërkesë përgjithësisht, sidomos kjo e votimit nga jashtë. E pra. Ka marrë shumë kohë dhe energji. Po sa kanë ardhur deri tani, Ilirian? Sa vota kanë ardhur nga jashtë? Pak a shumë, plus minus. Kanë ardhur apo janë dorëzuar e kjo fjalën? E ka fjalën, janë dorëzuar pra, se kur them kanë ardhur, do të thënë që sa kanë votuar, sa kanë ardhur deri këtu nga sa zarfe kanë ardhur në Shqipëri me fjalë. Mbritura në Shqipëri, Po, që pra. ka dorëzuar zgjedhësit këtu janë 129.000, rreth 130.000. Domethënë 130.000 kanë mbritur në KQZ. Do shkojnë 200 vlla. Ua. Po e sa mendohet të mbrit, të vinë total nga 250.000 që janë pak a shumë që janë Janë 245.935 nëse nuk gaboj. Po. Që janë Regjistruar? nga jashtë. Sa pritet të? Janë dorëzuar deri tash, nëse nuk gaboj, rreth 220.000. 220.000 e kanë marrë në dorë zarfin. Okej, dakor, ata që kanë marrë në dorë, puna është sa kanë ardhur këtu. Ato që kanë marrë në dorë, nga 220.000, rreth 130.000 e kanë kthyer mbrapsht. E kuptova, e kanë kthyer mbrapsht. I kemi në KQZ. Pra mungojnë akoma dhe 90.000 teorikisht apo jo? Deri ditën e zgjedhjeve afati. Të themi. Dhe kur mbaron afati tyre është deri ditën e zgjedhjeve, është dhe të dielën domethënë. Edhe të dielën deri në orën 19:00. Okej. Nëse kanë vullën e hyrjes në territorin e Republikës së Shqipërisë para orës 19:00 të datës 11 maj, ato flet votimi numërohen dhe vlerësohen. E kuptova. Celibash, të falenderoj jashtëmase për të kontributë që na dhe pa pritur në zonën e lirë. Kënaqësi. Falenderoj, mirupafshim. Suksese. Një miku im thotë që zonja që foli Flugerti para sa 5 ditë përfshirë dhe ditën e zgjedhjeve. Kështu që teorikisht e marta shpëton. Kështu i bie se 5 ditë përfshirë dhe dita e zgjedhjeve, tha. Nëse përfshirë dhe dita e zgjedhjeve. Nëse përfshirë dhe dita e zgjedhjeve, i bie mërkurë, inte, premte, shtunë e Çka kanë pra që thonë Janë qartë o burr.
Ta tha vetë. Edhe ajo Amës Kruza, 5 ditë Përfshi dhe ditën e zgjedhjeve. Përfshita dhe Celibashi. Po përfshi e djela, ti në rregull të marrë. Djela e marta është në rregull sepse mërkura interprem të shton djel. Shif tani, përfitojnë nga rasti njerëzit që po flasin me celular dhe fillojnë me private number. Shikon numero maske. Le di hajde këtu vlla, pse ngecë shikon me numero maske. E pastaj duan sondazhe këto me private number. Ja hap? Po mos është ai gojim. Po jo, por jo. Ja ta provojmë ja. Kush je? Aha, ky e mbyll nga Afrika. Janë gojima më. Ja dhe Afrika cak përveç tjerë. Si gjo, mos i bini kot celularit, mos e nuk flas me çdo njeriu. Jam pordac, flas me ata që dua unë. Kujdes. E kupton çfarë? Si do shkoj kjo punë tani? E kishte Cako. Jo, po për ligjin më. Ato do e flasin tani, shiko. Janë pa qartë. E qartë, pa do e flasin nesër. Zëdhënsja e Celibashit dhe Celibashi thanë Përfshi ditën e zgjedhjeve. Kështu që ne tani do i them. Ore dëgjoj. Unë sa vetëm raportoj çdo unë e bëra time live. Unë nesër ulem me Meksin vlla, që është pronari i TV-s, televizionit dhe o Meks. Kështu muhabeti, le që ka rrezik ai po e shef. Çfarë do bëjmë vlla? Meksi zyrtarisht, se Meksi ka shumë qefto. Paf i dërgon njoftim. Edhe ekspert ligjor këtë më thonë, deri vetëm gjoba edhe aty mbyllet. Dhe ne, nëse ashtu Gjergjo, po s'ka nevojë më fare se është përfshi ditën e zgjedhjeve ligjim. Kot të bërin diskutime kot. Përfshi ditën e zgjedhjeve. Ore zotri, dhe Ama dhe kreu i KQZ-s, thonë, e hëna është ditë e fundit. Tani çfarë temë është? Ama po unë monitoroj thonë. Mi monitoron. Kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhjeve tha 5 ditë. Përfshir ditën e zgjedhjeve. Dhe data e fundit është e hëna. Nese, që mos e bëjmë tërkus në histori, dëgjoj. Dita e zgjedhjeve nuk do të fillojë marta. Dakor, nëse konfirmojmë. Ore, nëse është puna thjesht e gjoba në fund fare, vllai, do paguajmë 5 milion lekë gjobë. Aq është. Prit. Ne ja plasën në premte në plak. E thënë që e them ligjin, s'hapin martën, e kupton? Po? Po mos është 1 milion dita. Jo. Edhe të martën me 1 milion. Nese, unë them ora është 21:54. Le dio se ja kapa, na ngeci fjala në gryk Cakos. Në nxjerra të tabelën. Tabelën po, 1 sekondë le dio, të lutem. Mund të më thuar pse do ta mbyllim emisionin sot në 23 vlla? Dhe tani bëhet lëmsh para zgjedhjeve. Sepse janë reklamat me pagesë. Dhe sa zgjati reklamat? Dhe pas reklame me pagesë, fillon ritransmetimi i një emisioni i cili ka prap reklame me pagesë. Kështu që 23 detyruar ta mbyllim ne. Po. Yes sir. Cako, jepi. Tashi nga ato që na kujtovi Gjergji që Basha ka qenë 4-5 pikë mbi Berishën, po jo. Po, por dhe të kujtoj diçka, që së bashku me Bashën aso kohë kanë qenë Agron Shejaj, Dashamir Shej, Alibeja që tani janë jashtë. Kanë qenë pjesë e Bashës ata. Për të kuptuar shumatoren. Jo, mirë. Basha ka pasur mbështetjen e tij si kryeministër, pavarësisht se kanë qenë ata. Këtu kemi një ulje, sa përqind kemi nga Basha Berisha? 4%. Kemi edhe 2% ulje për Ramën. 2% për Ramën, po. Do më dhe një bje 7% ulje, ndërkohë që partitë e vogla kanë rreth 15%. Po, ka qenë LSI-a 6%, që nuk është më. Po. Dhe ka qenë 2.5% tonë tushi, që është 1.7%. Po pra, tashi nga ky konkluzion nxjerrim që ka 3-4% një rritje të numrit votuesve. Nuk e din në këtë sondazh. Në këtë sondazh janë marrë parasysh 10% e të pyeturve kanë qenë diaspora. Po mirë, atëherë del domethënë nga diaspora. Kujtova se ishin vetëm të votuesit e brendshëm. Lajmi shumë shkurt për mua është ky çan. Cili lajmi te kjo tabel? Te kjo tabel lajmi është që doktori është 5% poshtë Lulzim Bashës 2021-shit. 5%. E po, Lulzim Basha ka pasur votat e doktorit, që janë votat e Ka qenë dhe Agron Shejaj. Ka dhe 5% të vetat. Edhe logo doktorit. Cilat një pjesë i ka marrë Cilin votoni si kryeministër. O s'ishte doktori opton fare në 2021. Basha dje. Dakor. Basha dje. Më falë. Votat e PD janë votat e doktorit të burë. Edhe njerë, sluta, për qenë korrekt. Pas në presin Flogerti. Nuk ka qenë në 2021. Dhe këti këtë drejt. Parove o Stef tani. Jo, po ka të drejt, ka drejt. Nuk ka asojnë kërësishtë, pa një të dhënë timen me një të dhënë me Ne, se iku e kuptua njërësit. Po them këtë. E nda njërësit, po. Dje, Lulzim Basha shihej nga 39% dhe shqiptarve si kandidat serios për kryeministër. Si i duhuri. Sot doktori, krahasuar me Bashën, është 34%. Pra doktori sot
është më pak i preferuar. 10 subjekte, pra 11, atëherë katër koalicione kanë qenë. Nuk ka rëndësi. Flogerti thot për arsye që zvanë ndoshta nga doktori. Ka rëndësi, më pse nuk është Rama 30, doktori 27? Iku më je i qartë, je i qartë. Ky është lajm. Gjini shpejt e kalojmë te tabelatinës dhe na bir gongu valla. Atëherë, unë shoh këtë Çani, që nga sondazhi 13 sondazhi jon. Te kjo tabelë. Nga sondazhi në sondazh, to 4 javë, unë shoh që Rama ka rënje, ndërsa doktori ka rritje. Nuk ka rëndësi, po trendi, po them. Si trend, Si trend, Rama ka rënje, doktori rritje. E dyta, ajo që bën përshtypje nga partitë e reja, Lapaj, pothuajse Lapaj nuk ka lëvizur fare. Lapaj është vazhdon qëndron në po, i qëndrueshëm, po. I qëndrueshëm. Prisë më intereson edhe Gjinishit kjo analiza që ka dhënë. Ajo që po më çudit përsëri Çani është rënja e Lulzim Bashës. Ka rënje Luli. Luli ka rënje. Dhe ne tham javën që shkojnë, nëse të kujtohet. Partitë e vogla do biren, do zvoglohen. Do zvoglohen që të gjitha. Luli ka rritje 2.1, 4.2 me 25 prill, 2.5 me 11 prill. Kishte rritje javën e shkuar, javën e shkuar po llogarit. Javën e shkuar po llogarit. Ka pas një bum një javë. Vazhdo që sepse sa më shumë afrohemi datën e zgjedhjeve, aq më shumë qartësohet projeksioni. Gjunapër, prandaj na duhet edhe një sondazh tjetër javës tjetër. Po patjetër. Hajde me kismet, po që mos rrimte ajo pjesë, hajde. Si dihet? Do fusim lek gjithë do e çojmë Çelibashit në fund fare. Jo, ma se spiet Meksi për ato gjëra të vogla. Pra po thoja këtë Çani që Basha, që mendoja që kishte një rritje goxha para 2 javësh, ka një rënje. Të gjitha partitë e vogla kanë rënje. Në qoftë se do kalojmë në një projeksion pastaj se si përkthehen në mandate, besoj do bëjmë më vonë tek ajo. Iku, Gjinish, je i sakt vlla. Kaloj çik te tabela tjetër Ledio, të lutem. Gjergji do jetë kujdesshëm, do japi vetëm shifrat dhe nuk do futet fare në debatin me analizën, ndysh nuk ka kuptim. Gjergj, të lutem. Okej. Unë e di që ti je llavaçen më keq se unë dhe vdes në klasësh, po në këtë rast nuk të lejohet zotëri. Okej. Se je robot, në këtë rast ti je roboti. Okej. Roboti vlla merr komandën, kaq e kam, zi unë vet. Okej. Te cilët do kalojmë? Përpara se të kalojmë te mandatet, më duhet të bëjmë një sqarim teknik. Jepi. Që do të thotë 99% e njerëzve jam i bindur për këtë, por dhe shumë nga subjektet politike me që kam parë, nuk e kanë qartë kodin elektoral. Dhe ka një diskutim shumë madh mes njerëzve në lidhje me përqindjet në rang kombëtar dhe në numrin e mandateve që përftohen. Që do të thotë, jo detyrimisht përqindja për 6, 7, 10, 15 apo 20, përkthehet në mazhoritar në mandate. Mund të kesh, siç i ka ndodhur Tom Doshit në zgjedhjet e shkuar, që të jetë me 2% dhe të prodhojë 3 mandate, me 35.000 vota, por mund të ndodhi që të marrësh 100.000 vota dhe fatkeqësisht mos kesh dot asnjë mandat. Sepse i bie gati 8.000 mandate për 120 mandate, 4 votues, 4 mandate. Edhe një herë, për të mos për ata njerëz të cilët me të drejtë nuk e din fare kodin zgjedhor, kur të dëgjojnë mandatet, të mos të bëjnë llogari në mazhoritar, por të kuptojnë që ky është një kod elektoral, që është ai që është dhe prodhon këto mandate që prodhon në çdo qarqe. Okej? Qartë? Fillojmë nga qarqet. Jepi Ledio, te qarqet, shpejt. Te qarqet? Po. Ato qarqe s'ka nevojë për të ndaluar, do e kalojnë. Kjo shpjegohet me këtë. Ato që janë parti lokale, siç është partia e Tom Doshit, Socialdemokrate, që në fakt mbledh vota. Ledio, ashtu kështu mbahet po. I ka vota të përqendruara në zona të caktuara dhe aty nuk i shkojnë votat kot, nuk i ka të shpërndara në gjithë Shqipërinë. LSI-a i kishte shpërndara në gjithë Shqipërinë dhe nuk ka arriti të merrte në çdo vend numrin e nevojshëm për të marrë një deputet, 10 apo 11 apo 12 Qarku Vlorës. Mesatarja e votave për deputet do të jetë 9 ose 10.000, është duke luftuar për mandatin e 12. O do e marri PS-ja, o do e marri PD-ja. 8-3 është deri tash. Është duke u luftuar për mandatin e 12. Për momentin është 8-3. Ja një sekond, keni gjë këtu? Është i sakt. Mendoj që Jo, i sakt apo i gabuar, nuk e di. Jo, i sakt, jo, e kisha me Gjinishin, 8-3, pra. 8-3 është rezultati për fundin. Vlora ka 12 mandate, PS-ja ka siguruar 8, PD-ja ka siguruar 3, tani po luajnë ose 9 për të 9 ose 8-4. Seriozisht e ke? Po çfarë thonë ata, këta kanë prishmëri për 7-5 më burr. Kush këta? Gjithë pjesa tjetër më thonë. Cili këta? Se po të dëgjosh PS-n është 10-2, po të dëgjosh PD-n është 6-6. Po që për prishmëri. PS-ja thot 9-3. Po i bie pastaj, shiko, kjo është humbje e madhe e cako e opozitës në Vlorë. Jo, mund ta marrit 4 ti, nuk e kemi të përcaktuar. Mi pa në qofse del 9 me. Sërish si 2021-shin. Po 9-3 është humbje. Jo, 8 me, në 2021 ka qenë 8 me? 8-4. Po tani? Rrezikon shkojnë 9-3. Po është humbje e madhe pra. Edhe 8-4 është humbje e madhe. Jo, humbje e madhe, është një sot 2021. Duan të bëjnë rotacion këta apo duan ta lënë siç është? Jo, ajo është histori tjetër pastaj.
Cako, keno një bërë thëmë këtu. Ore, që është a i treti atje, mo, Stefa? I treti kush është atje? Ka qenë java e tretë. Është Zero deri një, I pa profil. 3 javë për para, mendoj që mund të merrte një mandat, e humbi rrugës. I pa profilshëm, okej. Jepi. Qarë Kurradhës. Këtu, s'keni një gjë, s'keni një gjë për të Shumë thënë. interesante, Çani. Shpejt e shpejt, gjeni. Teksa me drejtë Sako tha që Tom Doshi Tom Doshi, për shembull, është një parti krejtësisht lokale. Dalë më jemi të Vlora tani. Po qartë, po aty do dal. Tom Doshi është krejtësisht parti lokale. Shehaj i cili është nga Vlora, nuk godet dot në Vlorë. Kush? Shehaj. Agron Shehaj është nga Vlora, nuk godet dot në Vlorë. Godet sipas shehajve deri sot. Ska votus lokal Shehaj. Toma i ka lokal, i ka sepse bazohet ke... Flogert, ke gjë këtu ti jo? Demokristian. Që ta dim të kalojë. Dhe iku. S'është thjesht lokale. Thjesht është lokale. Cako, ti ke gjithë e Vlora? Ke për thënë një qoftë me një fjalim, nuk ka nevojë të rim shumë. Unë them që... Për Vlorën? Po, për Vlorën. Nuk besoj që të dalë 9-3, as 8-4, po mendoj që mund të dalë 7-5. Pra ti jep më shumë marrë opozitës, ti thua do jep më shumë. Nga perceptimi që ka mund atje... Okej. Më falë, se... A, Flogert. Ka një element këtu, që është partia e koalicioni Dashejt, që nuk del Gjokundi në sondazh, por ka një personazh shumë interesant që është nga Vlora, dhe që është Edvin Kulluri, i cili... Që është partinë e Ali Beajt. është koalicion me Shehajn, a i pretendon mandat, edhe thot që po punon, i urojmë suksese, por gjithsesi, a i sigurisht që merë kryesisht votat djatha, kryesisht, jo domosdoshmërisht vetëm djatha, dhe kjo i jep një avantazh të lehtë mazhorancës që të synoj të jetë më afër mandatit 9. Sepse votat e djatha për shkak Po ne nuk dim sa vota merr. Po pra, po, fakti që merë të djatha, probabiliteti shkon më shumë nga 9-ta. Si të shpjegoj sistemin ky i nderuari që kemi përballë. Po, varet, do të marrë shumë vota që të marrë atë mandat që thua ti. Unë do preferoja që të merë të Kulluri dhe ta Kullura tjerë. Dhe unë pak më herë të thash që nuk funksionon vota lokale, sepse kemi rast në Gron Shehajt, që është goxha, është politikan, është deputat në parlament, ka kryuar parti, është goxha i fort, dhe nuk merë do të Vlorë. Unë prandaj solla si do marri do të Kullurin. Unë prandaj solla Vin Kullurin, që është krejt e kundërta. Pra në qoftë se Agron Shehaj është lider global, Vin Kulluri është lider lokal dhe kam shtetin e njerëzve aty. Unë jam me Çakon Çanti, Vlora do ketë ndryshim. Unë jam me Çakon, Vlora do ketë ndryshim tjetër, patjetër. Okej, të shohim. Jepi leti urgjencë se po vazhduan kështu nuk e mbyllën dot vlla. Shkodra. Te Shkodra ka ndonjë ndryshim apo jo? Po, ka surprizë në Shkodër për anketën. Pra për anketën që bën sondazhet me zonë lirë, Shkodra ka surprizë. Partia Socialiste siguron 4 mandate dhe sipas gjasave së anketës nuk do të ketë një mandat 5. Partia e Tom Doshit i ka siguruar 2 mandatet e tij, ndërkohë që po luhet për një mandat. Pra, për mandatin e 11 po luftojnë 2 parti demokratike, partia e Berishës dhe e Berishës dhe e Bashës. Pra, o e Berisha shkon me 5 mandate, ose Basha shkon me 1 mandat. Koment, Flogert, koment për të që tha Gjergji, se Gjergji këtu... Surprizë. Surprizë për të... Prisja që demokratët... Surprizë nga vort kujt? Doktori... Unë prisja që doktori ti ishte 6 mandate këtu. Ti prisja më lartë doktori këtu? Janë 3 shkretarë të Partisë Demokratike që bëjmë fushat për Bashën e qarkun. Dhe unë mendoj që Partia Demokratike këtu mund... Do i marri pa diskutim 5. Iku, Cako, ke një analizë të vogël për të Shkodra? Ti japi me ritëm, se më pëlqen ritmi, nuk kemë se rim kaj shumë të këto. Unë them që Partia Socialiste mund të marrë 4 mandate, PD-ja merr 6 mandate, Tom Doshi merr 1 mandat. Dhe Basha nuk merr asnjë. Bukur. Basha nuk merr asnjë mandat. Partia Demokratike mund të shkojë për 6 mandate, nuk e mendoj do të ka të mbyllur, po mund të shkojë në 6 mandate. Tom Doshi jam dakord me Cakon, bie në Shkodër. Ka pasur të përplaset hapura nëse... Ti thon nuk do i marri 2. Jo, nuk i merr dot. Nuk i kam mbyllur. Të shohim. Ne të gjitha këto i kemi ka një përplasje të madhe, ka pasur. Ne këto sondazhet të martën pas zgjedhjeve do i nxjerrim dhe do jetë dhe Gjergji këtu. Dhe themi Gjergjo, të shohim çik vlla, do marrim të fundit ne për bazë. Nuk do marrim dot të parat apo jo. Këtu qose është një fundit sot. Patjetër që po. E do shohim me rezultatet do i bëj qose nëse do i kemi rezultatet të martën, se besoj se do i kemi të martën rezultatet. Projekcionin do kemi. Një projekcion shumë për afër. Jepi le dy shpejt. Kuksi. Kuksi, te Kuksi kemi që jo? Po, kemi dhe këtu 3. Ka surprizë dhe këtu? Surprizë jo, por shiko, nuk ka surpriza. Ka
Ka lëvizje. Ka lëvizje, ka duele. PD i ka siguruar të dyja mandatet Kukës, një mandat që mbetet, po luftohet midis Partisë Socialiste dhe Partisë Tom Doshit. E merë Partia Socialiste. Gjinish? E merë Partia E merë Socialiste. PS-ja. Flogert, një sekundë. Duhen shumë vota Që ta marrë Partia Socialiste pa tjetër. E merë PS-ja, thua ti? Unë them merë 3 PD-ja, 1 PS-ja. Jo, 3 janë gjithë, që 3 janë gjithë. Tre janë gjithsej. 3 janë gjithë. Mos u gabon sa. Po, Jemi në Kukës. 3 mandate. 2 PD-ja, 1 PS-ja. Po, pra. Kështu del. Po, unë kështu e mendoj. Vazhdojmë Ledio. Tu jem gjithë korrekt. Qarku Bravo, Dibër, ja i sekond, pëlqen kjo analizë shpejt, shumë pam se me njerëz do orientohen mirë. Dibra nuk ka asnjë surprizë asnjëherë. 3-2 për PD del në gjitha rastet. A kalojmë atëre, me një s'ka surprizë tu kalojmë. Es Ledio. Iku, kjo është e Dibra, vazhdojmë. Qarku Lezhë. Lezha. Lezhë nuk kemi surpriza, 4-3 në favor të Partisë Demokratike. PS-ja 3, PD me aleatët 4. Totali 7 mandate, vazhdojmë Ledio te Qarku Berat. Vazhdojmë me Qarku Berat. Ja projekcioni i kësaj jave nga kompania Sonketa Zonja Zotrinj, jemi Ka live. siguruar PS-ja 5 dhe PD-ja 2, por PS-ja e ka me shumë pak në raport me përqindje për kthyer në vota, mandatin e 5 e ka me shumë pak vota, dhe këtu hym pikërisht ai rasti ku partitë e vogla dhe votat që në thojë zadigjen ndihmojnë partinë që është krye, që është PS-n. Pra PS-ja këtu fiton nga partitë e vogla. Nga bishtat që peten, nga bishtat që peten lart e poshtë. Pra, e djatha kontribon për të majtën në një farë mënyrë. Ka nevojë analizë sipas teje këtu apo nuk ka ndryshim të Berati të një llaf? Ndryshim nuk ka. Berati, thua ashtu gjë? Jo, nuk duhet... Berati ka 5 PS-ja... Nuk duhet kemi parasysh zgjedhjet e kaluara, ku Partia Socialiste i ka bjedhur një mandat LSI-s. Bravo, për 32 vota. Dhe unë mendoj që kjo do dalë 4-3. Edhe unë me Cakun. Interesante. Ma mori Cako. Ma mori, kjo ishte analiza. Të shohim, Ka humbur për disa 10 vota mandati. Nuk do ketë më vjedhje, tani. Nga Washingtoni ka paralajmërim, bandat vjedhjet nuk do tolerojnë. Do vemi atje, për ja të mbaroj mirë shifrat. Ka vetëm një argument shtesë që nuk shkon ka argumentave të kolegëve. Nuk ka më LSI. Po është brenda më. 8.000 vota LSI. Është brenda. Nuk ka më LSI. Është brenda PD-s më burr. Të gjitha këto janë baste në fakt, edhe pse kemi një sondazh në Sonketës, që ne do vërtetojmë një javë pa mbrapa zgjedhjeve. Ato dy ditë. Vazhdojmë Ledio. Ikim te Gjirokastra. 3 mandate PS-ja, thot Gjergj, pra thot Sonketa, dhe 1 mandat PD-ja. Këtu më duket se nuk ka ndryshim nga 2021 apo. Po jo, një javë përpara kishim diçka... Një javë përpara, 2021 ka? Ikim a Gjirokastra, vemi në Fier. Në Fier, 9 PS-ja, thot të Sonketa e Gjergj Stefës, PD-ja me aleatët 5 ose 6, dhe Partia Dashit 0 deri në 1 mandat. Këtu, ca kohë të lutem? Ka duel për mandatin e 15. Ka duel për mandatin e 15. Berisha apo Basha? Se Fieri Berisha pa Alibeja, ndjes. Berisha me Alibeja. Ha, në ata do më thënë, sepse Fieri një qafë shumë e rëndësishëm, Po, sepse është pas Tiranës nuk e të Fieri mi... Familja Kaplani që bën tifo për Alibeja. Po thonë që nuk është e vërtet kjo, më mërë një mesazh që më thonë Kaplani nuk punon me për Alibeja, më kur. Është kandidatja të cilën ai e ka mbështetur dhe për kryetar e bashki. Dakor, Cako, keno një gjithë e Fieri, se Fieri është një qarë që ka shumë deputet. Është... Mendoj që Sonketa e ka goditur në kokë këtë? Pavarësisht se duket si një bastion i PS-s, them që ka zhgënjim të madh ke votuesit e Fierit dhe them që PS-ja do ketë një rënie me një deputet. I thua, nuk do dali 9 me 3, kështu më fal, nuk do dali 9 me sa i bie? Me 6. 9 me 6, do dali 8 me 7. 8 me 7? 8 me 6 dhe një mandat e merr Dashej, për mendimin. Dakord, okej. Rogerti, ke gjithë e Fieri? Jo. Që të kalojmë. Që se s'ke gjithë, s'ka problem, Jo, socialistët shkojnë 10 në Fier, sepse kjo përplasja për 5-6 apo 0-1 ka për t'ju ngrënë kokën demokratëve. Edhe me sistem, thotë Rogerti, kalojnë votat andej. Mund të ndodhi, por kjo nuk... Dakor, gjinisht, ti ke gjithë e Fieri? Rënja partisë, jam dakord me Cakon, rënja partisë socialiste është e madhe ke territor, tek zona e Fierit, dhe unë e shoh që e shoh pa mundur marrjen e një mandatit Alibejait, do rritet mandati do shkojë te PD-ja. Do rritet Partia Demokratike. Vazhdojmë Ledio te qarku, tani vim te Tirana. Tirana që ka 37 mandate. Sipas projeksionit që del nga Sonketa Zonja Zotrinj, po e ndihmoj që Gjergjin unë që mos ketë nevojë Gjergj të flasi, vetëm në seri mund të bëj. 17-18 mandate llogaritjen për PS-n sipas Sonketës. PD me aleatët 13 dhe në 14 mandate, Partia Tom Doshit 1 mandat, Partia e Lapajt 1 dhe në 2 mandate, Partia e Qorit 1 mandat, Partia e Shehajt
Një mandat, partia e Lulbashës, 1 dhe në 2 mandate, total 37 mandate, me satër e votëve për deputet, varion afërsisht 13.000 dhe në 14.000 votat duhet për nëzirë deputet Tiranë. Filloj me njerë do filloj me Flogertin, analizë për Tiranën, me Gjinishit dhe pastaj ta mbyllim me Cakun, jepi Flogert. Si duke Tirana? Ose ka një ndryshim nga jave kaluar? Ka një farë ndryshimi nga jave kaluar, ka një rritje të partisë së Bashës nga jave kaluar. Partia Bashës po tenton të marri mandatin e dytë. Kjo verifikohet edhe në teren, me që se Tirana kemi dhe më thjesht për ta bërë, dhe në teren në disa njësi. Kjo sepse ka struktura nga ish Partia Demokratike që po punojnë dhe emrat të përveçëm. Ndërkohë që Lapaj, duke mbledhur votat me Endre Shabanin, sepse kemi 2 partinë në 1, Ismën Thurje dhe partinë e Lapaj t'i ka rritur. Po tenton të marri 2 thodi? Do të marri 2. Dhe edhe nga backupi që ne bëjmë bësem, sepse Nisma Thurja për shembull ka marrë 10.000 vota në zgjedhjet e kaluara. Pra nuk është pa gjë në kuptimin e shifrave. Jo, 2021. 2021. Po ka marrë 10.000 vota në total. Doshi ka shumë dëshirë të marrë mandatin e dytë për sondazhet e ka të pamundur, ndërkohë që rënja që teorikisht kemi në qark pa diasporën e PS-s dhe PD-s kompensohen nga 52.000 votat e diasporës. Tani këtu nuk janë reflektuar votat e diasporës. Janë reflektuar pra. Janë reflektuar këtu. Janë reflektuar pra sepse me 52.000 votat e diasporës të ndarë në përqindje, Partia Socialiste shkon 17 deri në 18 dhe PD-ja 13 deri në 14. Pa diasporën do kishim komplet një tjetër gjë. Por diaspora i kanë ndihmuar edhe Lapajn te mandati, edhe Qorin te mandati, edhe Shanjin te mandati. Diaspora këtu i ndihmon të gjithë. Bukur. Në një farë mënyrë. Diaspora në një farë mënyrë i qeras të gjithë. I qeras të gjithë. Bukur. Flogert, si lexon këtë Tiranës vlla? Surprizë është Basha, pa diskutim. Nuk e ka siguruar të dytin për të qenë korrekt. Po tenton. Në qoftë se do e marri, po. Se e nisi shumë mbrapa të rinjve të tjerë, sepse mund ta quajmë parti të re, edhe pse vetë është lider i vjetër, dhe ka ecur shumë më shpejt se të tjerët. Dhe këtu bie dakord me Stefan, shihet rëndësia e strukturave për çdo parti politik. Iku Basha. Në këtë kuptim Basha është surprizë. Surpriza tjetër ose elementi tjetër që unë spikas është fakti që në qoftë se në 2021-shin demokratët me Ilir Metën kishin 17 mandate, sot që flasim janë 3 mandate më pak. Pra ajo që mua më rezulton është që partia e Ilir Metës praktikisht ka 0 ndikim në nuk i jep dot një dorë Partisë Demokratike. E lë me të vetët. Pra doktori, edhe pse vetëm, unë them që doktori ka arritur që të maksimizoj maksimumin që mund të bënte, por LSI me marrëveshjen që ka bërë me doktorin ka marrë një 2 deputet qyll, i thonë. Sa ka marrë në raport të 2021-shin, si janë rezultatet? Raport me 2021-shin, Partia Socialiste 18, PD LSI ishin bashkë 17 dhe doshi 1. E kuptova, lere. Gjinishtë dhe pasaj Cako për të mbyllë Tirana. Atëherë duke shëndruar shifrave të 2021-shit, Zoti Basha nuk merr dot 2 mandate në Tiranë, vetëm 1. Pra ti dyshon që ai do kapi dytin. Nuk po ta them. Sonkeda po provon, po na tregon ose po na nuk e ka plotësuar, po tenton, po tenton të marrë dy. Po tenton, prandaj është 1 me 2. Është korrekt. Alin Qori nuk ka arrin një mandat të Tiranë. Bajeni mend të që po e them. Nuk e arrin Qori. Alin Qori nuk po më qëndrojmë tani. Qori është 2.000 vota për mandatin. Duro pak tani. Dëgjova. 2.000 vota për mandatin. Vi mandatin. Duro pak. Votat që do vinë nga diaspora që janë shumë në Tiranë, nuk fryjnë fare te Arlindi. Janë tek partitë e tjera. Arlindi nuk merr asgjë, po sepse dihet trendi andej burit atë. Arlindi nuk ka asnjë impakt. Edhe herë që u nis për Greqi e nuk ka asnjë impakt jashtë atë. Nuk ka bër dot një takim. Unë vetëm mendoj që e merr. Edhe 1 minutë pra. Fare sot për votat e diasporës. Atëherë 1 minutë. Fare. 1 minutë. Adriatik Lapaj nuk kap dot 2 mandate në Tiranë. Dhe me projeksionin tim të 2 mandatet që hiqen, një Lulbashës dhe Lapaj që janë të sigurt, për Arlindi merren në rezervë, po për mua nuk e bën. I bashkangjitën Partisë Demokratike e shkon 16-17. Do jetë po aty u ka qenë në 21. Dakord, të gjitha këto do mbeten se ne do i... Ledjo, kemi punë emisionin tjetër pas zgjedhjeve, vlla. Jo tjetëri, po do më pas zgjedhjeve. Për backup... Kemi punë se do nxjerrim gjitha gratat që thos Flogerti, do bëhet punë detajuar, Gjinishi, se do themi ora 1 sekundi, ke lënë kokë apo jo? Ku gabuam, është e bukur shumë. Për backup, mund të themi gjë për backup. Ne në fund mund bëjmë diçka. Sonte, secili prej nesh t'japi projeksionin e tij. Projeksionin e vet.
Po të shojmë se do luftojmë për të marrën. Kuta, për mandate, për çfarë japë? Për mandate pra. Për mandate. Për shembull, unë të them O Çani, mund të themi një gjë për backup? Vetëm do na dali koha se ora është. Po ajo është nga 10 sekonda. Ja, e ka cako, po. Një shifër për backup. Arlind Qorri, po flas ta që janë të provuar. Arlind Qorri në zgjedhjet bashkiake të vitit 2023, për kandidat për kryetar bashkie, jo për deputet, që kryetar bashkie është një stat më lart. Jo stat më lart, është vetëm në Bashkinë e Tiranës, jo në gjithë qarkun. Jo në gjithë qarkun, mori 15.000 vota. Po pra. E di unë këtë për Qorin the? 15.000 vota. E di. Jetor mor buri dhe atë. E di. Zgjedhjet lokale me zgjedhjet politike nuk kanë lidhje më burr, janë dy persone Mirë, tjera. patjetër sepse reagon ndryshe elektorati për shumë sika. Në lojë janë 500 E di, deputatë. e di, Po vërtet jo them që është 2.000 vota mbi mandatet. Mirë, megjithatë cako mbylle për Tiranën. Unë Interesante shumë gjithë kam analizë. të parashikim. Si Jo, e para njëra jetë dakord me të bashkimin e Sonketës njerëz, se Sonketa nuk i bën Gjergji. Po të njerëzit, po. Te po analizoj. Se yri sipas jush në burg e Rion Veliaj. Yri në burg sepse ai do të ndikonte Te lista. për rezultate negative të PS-s. Se Rion Veliaj ishte interesuar që Edi Rama të humbiste. Dekonspiracion. Dhe të merrte ai partinë. Dekonspiracion. Dhe ai kishte krijuar dhe 10 deputet në parlament dhe kërkonte të sabotonte zgjedhjet Ramës. Dhe Rama kërkoi të rimerrte bashkinë. Qëndron si logjike, Por bashkia socialiste është në krizë dhe mbështetësit e Bashës do punojnë kundër Ramës. Dhe Te Velis. mbështetësit e Veliaj do këndojnë kundër Ramës. 50.000 vota. Mëra lapsus, më falë. Dhe unë them që Partia Socialiste në Tiranë do t'jetë 16 deri 17. Partia Demokratike Jo, më mund barazohet, është 16 deri 17 dhe Partia Demokratike. Ti thua rritet për doja. Po, dhe 4 ose 5 deputet i marrin këto partitë e vogla të tjera. Partia e Tom Doshit, Lapaj. Nga një mani dhe këta, si pas të jetë se ko Lapaj, Qori, këta. Dyshoj që Basha nuk merr asnjë mandat në Tiranë. Fare? Po. Iku, vazhdo me qarkun tjetër, le dio që i bie tjetë Korça. Te Korça kemi lajm Gjergj apo jo? 6-4, lajm nuk ka. Nuk ka lajm, vazhdo Iku dhe Korça, do vazhdojmë te Durrësi. Ka lajm apo jo? Patjetër që ka lajm. Se ku ka lajm? Mi lere që Korça në theu dhe pak. Korça ka qenë 6-5. I është hequr një mandat. Po? Dhe nëse ka qenë diferenca një mandat, tani është bërë 2 mandate. Sepse ka 10 mandate. Nuk ka më 11. Është thelluar. Ti thua është thelluar në favor të PS-s. Është lajm i keq shumë për Ndikojnë demokratë. votat e diasporës. Në favor të PS-s, ndikojnë votat e diasporës. Korça Çani për mua duke i qenuar të njëjtës logjik. Po? Ndahet 5-5, sepse Ti thua barazim do me Korçë. Në Korçë LSI-ja humbi mandat për 20-30 vota gjithashtu. Është e njëjta situatë me Beratin. Është e njëjta situatë me Durrësin. Korça, për mendimin tim, ja dhe Korçari. Sa Korça Kolonja, nuk është Korçar. Kolonjari. Brenda qarku. Kolonjara me origjinë, po unë Korçë kam. Me tani ko. Flasim për qarkun. Shtëpinë mu në banga e kam patur. Po mirë, po. Në bankë, më fal. Origjina e Kolonjës është tjetër gjë. Ky thot ne bandat i thua je nga Korça. Shiko. Me pesa. Në qoftë se Korça del 5-5, asnjë nga 2 partitë e mëdha nuk merr dot mbi 70 mandate dhe Korça mund të jetë Korça është ajo lakmusi. Faktori në qoftë se del 5-5, ky votim do të bëhet shkak për rinovimin e 2 partive të mëdha, të cilave faktori ndërkombëtar do t'ju thotë, nuk ju mbështesin shumica e shqiptarëve, rinovoni të 2 krahët partit. Dhe ti shef si letë lakmusi unë mendoj që mbi bazën e këtyre kalkulimeve që kam bërë unë, në qoftë se Korça do dalë 5-5, bien Rama dhe Berisha. Se në fakt dëgjoj, mjafton një qark sikur të ndryshoj, dhe është logjik që ecën gjithandaj apo Gjergj nuk funksionon. Po, kështu funksionon. Po nuk është ky qark. Nuk është ky qark. Nuk është ky qarku. Zakonisht kjo logjik është qarku është 37 Tirana. Edhe Durrësi, pse? Durrësi Elbasan. Tiranë Durrësi Elbasan. Jo, prit, do japësh mandatet në total Elbasan. Por, prapë ju them që për sa i përket shifrave, risia diaspor rrëzon perceptimin e gjithë zgjedhjeve të së shkuarës që ne kemi menduar deri tani. Shohim. E rrëzon. Seli Bashi thanë telefon që parë që kanë ardhur 130.000, po do vinë afër 180. Çudi e madhe, nuk e prisja, më do ishte shumë më pak. Durrësi. A kemi lajm të Durrësi, Stefan? Jo, 8-6. Do flas njëri të Durrësi? Ka nevojë njëri të flasë të Durrësi? Kështu në 2021 si ka qenë Durrësi? 8-6. Edhe pse nuk duhet të flasë. Nuk ka lajm. Vazhdojmë. Durrësi mund të bjerë Partia Socialiste, sepse... Një sekund, Ledio, një sekund. Dhe edhe jenë brafë të Durrësi. Nuk do të ndihmojnë me ato fuqit të mëdha që ka pasur si Vangjush Dako,
dhe rrethi i tij. Po pse nuk po punon më Dako atje? Unë di që po punon apo? Nuk besoj që të punojnë me entuziazëm me Partinë Socialiste. Po pa atje ka personazhe të tjerë, pra shumë në duhet. Shiko, mos harroni që Durrësi dhe Lushnja janë dy nga rrethet të cilat nuk kam fare ndrojtje të kalojnë njerë nga një mbështetje maksimaliste e një krau pas kjo është e vërtet, bravo, kjo është e vërtet. Dhe unë mendoj që edhe Durrësi do ketë ndryshime. Nuk do t'jetë me 6, por do t'jetë 7-7. Interesante shumë. Gjinish? Në qoftë se shikon gjithë trajektoren e zgjedhjeve të Durrësit, jam dakord me gjithë. Sa më shkurt Gjinish? Që Durrësi është nga qytetet që lëviz, po në qoftë se do shikosh lëvizshmërinë e Durrësit gjatë gjithë trajektores historisë të zgjedhjeve në Shqipëri. Mos them dhe 8-6 për PD-n. Durrësi ama mori, ma dogji tani. Durrësi non djathas. Mos ja fut kot. Durrësi non djathas, lutem. Durrësi dhe Elbasani këtë herë do kenë përgjigje për bandat. Po. Do japin, po do e shosh më do e shosh. Pse nuk lëvitojnë të sondazhe? Këto po flasim, pra, këto po flasim. Po jo mos u vlet për ato, ju po jepni. Po sepse është shumë vështirë në ndryshtinë e bandave ti të deklarosh sakt votën. Është shumë problem. Bandat e Elbasan ka rrah njerëz. Është ajo ideja që njerëzit kanë frikë të Po shprehen. është një klik, më është një klik. Po është vetëm një klik se këto është online. Datë 14. Ta mbarojmë. Unë jam 7-7. Iku, mbarojmë. Vazhdojmë Lediot, ikim çik te Elbasani, se kjo është e fundit duke qarku Elbasanit. Sonte është ekstraduar Florent Çapja nga Dubai sot, domethënë 3-4 orë më para, ka ardhur në Tiranë me avion. Do ta ndryshojë votën Çani për një lajm të tillë? Për një lajm të tillë do ta ndryshojë votën? Nuk besoj jo. 8-6 është Elbasan. 8-6 është 8 PS-ja, 6 PD-ja me aleatët, total 14 mandate, 10 deri 11 vota duhen në Elbasan për nxjerrje. Ka lajm se bien partia. Atëre Gjinish ç'a lajmi ka? Aq ka qenë 8-6. 8-6 ka qenë 2021. Gjinishi mendon ndryshe. Me të drejtë, ka të drejtë. Jo, pa, ka drejtë me të ndryshme. Unë vazhdoj keni një Tauland Balla aq aktiv me 30.000 vota. Me 26.000 vota. Do të ketë lëvizje. Do votojnë kundër bandave të krimit që kanë marrë votën me ndihmën e Qazim Sejdinit dhe bandave të tjera. Qazim Sejdini nuk ron sot dhe minimumi del 7-7 Elbasani. Kjo ishte analizë e Cakos, analizë e Gjinishit? Jam komplet dakord me minimumin, do me thënë, shoh edhe për te i kësaj. Ore, po ju dali lafi ju, vla. Ka një problem, ta mbrojmë pak Çani. Shiko, Elbasani dhe Durrësi do jenë dy qytete që do ndryshojnë rrënjësisht, sepse edhe bandat, pavarësisht mbështetjes që kanë nga pushteti, nuk janë më bandat e 2021-shit. Edhe ato janë goditur. Mos janë më të rafinuara ndoshta? E pe para një jave çfarë goditje u bën në Elbasan. Banda goditi brenda llojit për të mbështetur Sarën. Apo jo? Milon. Qartë. A e pe apo? Qartë. Shkurje brenda llojit. Bandat nuk janë më ashtu siç kanë qenë. Jam komplet dakord me Cakon. Minimumi edhe këtë desha më thënë. Spaku ka përqendruar një grup të BKH-s në Elbasan, por ka edhe kemi harruar ta themi këtë. Ka grupet shërbime sekrete të Gjermanisë, Britanisë dhe jo vetëm Shqipëri, që janë jashtë strukturave të OSBE-s dhe të vëzhguese, të cilët janë instaluar në disa qytete të Shqipërisë, ndër të cilët Durrësi dhe Elbasani janë pika kryesore. Janë dhe veprojnë atje, po shohin gjithçka. O këtë e ke nga burimet sigurta? Nga terreni dhe burimet sigurta Çani. Një shifër për ju në pse e ka në Elbasan. Jo vetëm që e ka siguruar mandatin e 8, por këtë e ka arritur fal mungesës së votës së Dash Sulës për së djathtën. Janë afër 12.000 vota që nuk do shkojnë fare për Partinë Demokratike. Ku do shkojnë? Ku do shkojnë? Me le. Ku do shkojnë votat? Nuk e di Gjergjit ku do shkojnë. Mos! E kam 30 sekonda. Jepi se është në oran, duket. Për te i emocioneve dhe dëshirës dhe për te i moralit këtë do dënojnë qytetarët, sepse me bandat nuk ka parti që s'është marrë, se kanë vrarë dhe njerëz zgjedhjet e fundit bandat atje. Kështu që t'i lëm këto moralizma dhe të flasim mbi faktet në terren. Jepi shpejt Fakti në terren është Endri Hasa i djathtë dhe Dash Sula i djathtë minimalisht nuk e ndryshojnë rezultatin në disfavor të Partisë Socialiste ose maksimalisht i qojnë mandatin e 9 për shkak sistemi socialist. Ja t'jap dhe unë kundër prov, një tek. Belqin e fitoj Partia Socialiste për 12 vota. Okej. Që ne të analizojmë në këto 25 minuta që kanë betë dhe në orë 23 që bie gongu, të analizojmë totalin. Mandatet, sa mandate kapin partit politike në këto zgjedhje. Që janë gjithsej 4 edhe
Nuk e di pse kemi 4 edhe 4-8, dhe ko që janë më shumë se 8 o ti. Se nuk marrin mandate tjere. Nuk marrin tjere, prandaj se kemi futur, po dakord. Në rregull. Atë jepi gjëq. Partia Socialiste, nga gjithë llogaritë që kemi bërë deri tani, del minimumi 73 mandate, maksimumi 77 mandate, por keni parasysh që ka shumë pak përqindje të dali 73, ka shumë pak përqindje të dali 77. Pra kur themi 73 deri 77, diku në mes. Nuk janë të ndara në përqindje të njëjta. Pra, që të arrijet, që të mos jetë 73, pra që të shkoj 74 i duhen shumë pak vota, po që të shkoj 77 i duhen shumë vota. Nuk e di e kuptoni logjikën. Dhe paka shumë sipas shifrave që ti i ke atje gjëq. Sa mund të jetë në mes? 74 dhe 75. Pra në mes i bie 75 atëherë. Nuk është kështu mesi, nuk. Dhe kjo më duket se është rritje nga 2021. Jo, 74 ka qenë 2021. Pra ti thua nuk lëviz qëse me 74. Mund të ketë rënje, mund të ketë një mandat rënje, 73. Qartë, vazhdojmë. E gjithë marrë zgabimi mund të jetë 73. Vazhdo, po dë me aleatët? Ashtë moja? 53 me 57, deri në 57, por... Ndërkohë që 59 ka pasë në 2021. Po, por dhe këtu... Palësojin. Por dhe këtu 53 që është... Sot... Pra, jemi... Do e bësh analizën por dhe këtu është pothuajse 100% 54, dhe është dikut e 54 dhe 55. PD-ja me aleatët. PD-ja me aleatët. Iku, partia Lapajt. Po partia Lapajt ngel vetëm Tiranë për të marrë mandate, 1 deri në 2 mandate. Ja, unë për shumë gjej, me gjithë respektin që kam për punën tënde të pavarur që bën, dhe për kompaninë që ke, se nuk e se ti i bën këto punë. Sondazhi është online, deri tani mund të ketë mbi 20.000 veta që votojnë. Pa fund, se janë në përqarje, është dhe vazhdojnë votojnë akoma. Pa fund, votojnë pa fund. Dhe mu për shumë nuk e besoj do të që Lapaj Qori, për shumë të patën këta të dy. Po do më lësht ja përgjigje. Po do të japë. Unë po tani po shpreh thjesht një opinionin tim këtu. Një mendimin tim fare modest. Nuk besoj që Lapaj dhe Qori të mbeten vetëm me një mandat. Okej, nuk e besoj shumë. Okej, atëherë, po ta bëj një pyetje me kundërpyetje. Po të bëj një pyetje. A mendon që Lapaj së bashku me Ende Shabanin dhe Pano Sokon marrin 100.000 vota? Sa? 100.000. Por ke di tani unë. Po tani. Gënjej kot. Po tani kur thua një opinion, e bazon mbi një shifër. Unë realisht mendoj. Unë mendoj që në Tiranë këta të marrin shumë se një pra. Me sa mendoj unë. Pastaj kam gabim, pastaj mendoj unë nuk është zvotot bas. Shikoni çfarë ndodh në inxhinierinë e votave. Mirë, ka kjo inxhinieria më pëlqen shumë. Poli 3 në Tiranë, më besoni për një gjë. Poli 3 në gjithë qarkun e Tiranës mund të jetë diku në total të 130.000-140.000 vota, i gjithë së bashku. Poli 3. Pra, Poli 3 nuk ka Poli 3. Lapaj, Shabani, Qorri, Tomdoshi, Donshejaj, është janë të gjithë këta. Këta janë të gjithë në një thas shumë të madh. Qorri, një thes, Dashej, janë të gjithë në një thes shumë të madh. Duhet të përktheshin pak të 9 vota. Ja, prita, që ta sqaroj. Nuk marrin dot që ta sqaroj. Nëse secili nga këta do të ishte subjekt, si në 2021-shin, vetëm se cili nga këta do të ishte subjekt, do fliqen për 4 mandate siguro për se cilin. Por kemi parasysh që vota e tretë është ajo që është dhe ndahet midis tyre 5 mandateve. Pra kur shkon te kutia e votimit, njëri që nuk do as PS-n, por nuk do as PD-n, ka përpara 5 alternativa dhe është e pamundur që vetëm një krah i marrë këto matematikisht në inxhinieri. Votash. Ti po ndahen. Po patjetër që ndahen. Ka dhe 9. Ora logjika jote është e hekurt, më nuk kam çfarë them fare unë. Logjika ime është e qartë fare, është e pamundur. Pra, ti thua është e pamundur nëse njerëzit janë sinqert në këtë votim që kanë bërë. Njerëzit në këtë votim janë 97%. Se janë dhe anonim, 97% të sinqertë. Dhe unë do t'u jap një matematik të pastër fare. Supozojmë që një subjekt përveç PS-s dhe PD-s, nuk dua t'i vë emrin këtu, supozojmë që merr 100.000 vota. E përkthyer në 12 qarqe, po i bëj mesatare shkurt. Janë 8.500 vota në çdo qark. E dini sa mandate prodhon kjo? 0. Pra të marrësh 100.000 vota. Ti kesh përndarë në mënyrë... Partitë e vogla do kenë më shumë se 100.000 vota. Një nga partitë, jo të gjitha bashkë, një nga partitë po të them, të lutem, më një në vëmendje. Një parti e tretë, jo e vogël, të fjala e vogël është shumë e shumtuar. Një parti e tretë merr 100.000 vota dhe po supozojmë që matematikisht, po bëjmë një matematikë të pastër, në të gjitha qarqet e Shqipërisë, nga Kuksi deri në Konispol, kjo vot mesatarizohet, që është e pamundur. Nga 8.500, 8.600 vota për qark. Nuk prodhon asnjë mandat. Kjo dihet se është sistemi i tillë. Duke qenë se ky sistem është i tillë, si ti, si ju, janë 100.000 të tjerë nëpër Shqipëri, 200.000 që habiten dhe thonë si ka mundësi që këta njerëz kaq aktiv prej vitesh në politik, këta në këndvështrimin tim personal e meritojnë
personalisht janë gjithë deputet. Se duhet bërë me një zonë zgjedhore, pra, duhet bërë me një zonë zgjedhore. Duhet bërë një zonë zgjedhore, pra. Tom Doshi, në zgjedhjet e shkuara, me 35.000 vota, mori 3 mandate. E shkreta nusma thirrje për mirë, se unë i du fort, morën 10.000 vota, dhe asë nuk ju afrun fare mandatet. Kjo Je shumë i qartë, atëre ti vazhdojmë dhe në fund, atëre partia e Lapet 1 dhe në 2 thuat, partia e Qorit 1, partia Tom Doshit 3 dhe në 4. Se është Kuksi. Se është Kuksi, partia Lulbashës 1 dhe në 3. Sepse 1 dhe në 3, sepse është 1 ndoshta në Tiranë dhe 1 ndoshta në Shkodër. Po me 70-80% është 1. Bukur, dhe partia Dashit 0 në 1. Pa i famshmi në Fier. Qartë. Që mund t'jetë dhe 0. Në Tiranë Dashi nuk ka pasgjë. Dashi në Tiranë mund... Pyetja ishte shumë e bukur. Dashi në Tiranë del me 2.500-3.000 vota. Jo më shumë. Ka një rënje, se zakonisht Dashi ka qenë 4.500. Dhe çfarë të ndodhi? Këto votat e Dashit, në qoftë se PS-ja do t'jetë në një avantazh me një mandat me PD-n, dhe do duhet të ndahet mandati i fundit, do të shkret PS-s. 60% të votave të Dashit i merr PS-ja. I merr PS-ja. 40%, 45% i merr patjetër. Jetojmë në një kod elektoral kur në thonjza, unë i quaj në thonjza në gjuhën e sondazheve për çarjet, prodhojnë në nominal, në makro, prodhojnë një vot të pastër, votë e pasër, më po t'i mbledhësh të majtën dhe të djathtën, bëni një ndaj majtën dhe djathtën, është e pasër. Por në terrenin e shifrave, në terrenin e sondazheve... Të lloj sistemi nuk i favorizojnë fare. Jam dakord. Edhe votat që do vinë nga... Cako, fillon ti tani analizën. Nuk do prodhojnë më shumë se ka 7 mandate. Cako, na kanë mbetur dhe 17 minuta kohë fiks. Unë do flas shkurt, sipas atyre që parashikova unë, që thash... Mos është momenti tani të japim parashikimin? Shiko. I japim fund. Po ja, pra tani është momenti, pas e analizojmë të ja parashikimi se cili. Okej, dakor, në fund këtë drejt. Unë që ti kemi... Unë mendoj këta, që në rezultatet paraprake, PS-ja do thotë ka marrë 80, ose 79, ose 82. Pasaj do filloj, do ullet, dhe do thotë jemi 73. Dhe do diskutohen 7-8 mandate në atë gjykat atje, dhe aty 5-6 mandate do t'i marë, do t'i bien PS-s, dhe 2-3 mandate do t'i fitoj PS-ja. Unë kështu e parashikoj. Se më t'i thua, do ketë këthim mandate, shuat janë ullim mandate nga gjyqata? Unë lojë shërbimet sekrete, cilat janë shumë të interesuara për rezultatin e zgjedhjeve në Shqipëri. Dhe do të ketë ndryshimet të papritura. Unë e më të kujtë, pse më? Dhe unë them, ato mandatet që do bien nga PS-ja, do t'jenë nga 73 që thotë, si thotë Gallupi diku, më 2013 që PD-ja do dalë 80% e pamë se si doli. Pra, unë besoj intuitën time dhe nuatjen time çfarë shikoj në teren dhe si analizoj unë situatën. Një parti socialiste e molisur në korupcion, me gjithë të probleme, dhe një parti demokratike e cila nuk ka me atë krizën e madhe që ka pasur në zgjedhjet e shkaktuar nga oligarkia botërore, nga Sorosi, një parti që ka marrë vullën, ka marrë fondet, që i ka ardhur një drejtus i fushatës Trumpit, por që nuk ditit të dilte me i det trumpiste, si që ishin këto agendat kundër wokizmit, kundër promovimit të LGTB-ve, Partia Demokratike nuk ditit të dilte në këto nivele, por me gjithate duhet të ketë një ngritje. Dhe si pas logarive që kam bërë unë, do japë tani parashikimin tonë? Po, tashi do të japë. Tani do japë? Po, a filloj kjo me parashikimin Gjergji. Kush? Jo, a i sa sondazh. A i bën sondazh? Parashikimin, pra, te po flasim ne. Foli për... Atëre një sekund, pra, do japë tani, se duhet i them letës bëj një plan detaj, pra. Se s'kemi... Tani do për parashikimin tonë? Ate letë jo, ka plan detaj tani cakon, sepse do i nxjerrim to, vla. Edhe qëre kore këti, pra. Kur do të bëjmë ne? Në regu, po më thashtë të bëjmë në fund me nga një fjali. Po ja, pra, kjo është analiza që... Oke, jepi, dakor, këshu. Tashi, si e mendoj unë? Jepi. Në fund, mbasi të bëhen dhe këto vendimet e ati kolegjit zgjedhor, që është atje, Partia Socialiste do të dalë në varësi të Tom Doshit, se të dyja bashkë do bëjnë 70 mandate. Po Toma ka mundësi që të mos bëj aleancë me PS-n, pavarësisht sa i ka deklaruar që nuk do bëj aleancë me PD-n, dhe PS-ja dhe partit e vogla PS-ja, Tom Doshi dhe partit e vogla nuk do bëj asnjëherë aleancë sepse nuk do lejohet, do ndodhë si në Kosovë. Nuk do të lejojnë që të bëjnë koalicion me PS-n. Rezultati. Dhe unë them, PS-ja do dalë 68,
ose 69 mandate, në varësi... Mos duri, jo se është parashikim tani të... Kam shkruar, për para. Në varësi të Tom Doshit, në qoftë se Toma... Po jo tani, po the në varësi tani, ma thuat... Prit pra, ja po ta them, në qoftë se Toma merr 2, Partia Socialiste ka 68. Në qoftë se Toma merr 1, Partia Socialiste ka 69. Të dy së bashku nuk do kalojnë 70 mandate. Kjo është parashikimi. Partia Demokratike, nga parashikimi që është bërë këtu 53 deri 57, unë them që shkojnë 62 pas rënies Partisë Socialiste me 5-6 mandate dhe 8 mandate të tjera që ngelen i marrin këto partitë e tjera. E tjera. Po. Iku, Cako e bëri parashikimin e vet, le të kalojnë. Basha nuk merr 2, merr 1, Toma merr 1 ose 2. Këto të tjerat, pasaj, ky shehaj sigurisht mendoj që e merr 1, dhe këta të tjerat, pasaj... Lapaj dhe Qori? Po, mendoj që dhe ata do marrin. Nga 1? Po. Pa këtu e dakord me sonketën ti? Po s'dalin 8 ashtu. 8 mandat. Me këtë që thëri dalin 5, nuk dalin 8. Po, marrin dhe këta të tjerët... Mirë, okej, marrin, merr dhe Kocaqi, po dalin 5, nuk dalin 8 te ky parashikim që bëre. Del fiks tek unë, tek sonketa se. Po, po. Tani është radha Gjinish bë analizën e sonketës e pastaj e parashikimin tënd. Ledjo, ka plan tani vetëm Gjinishi dhe tabelën, të lutem. Do i referohet? Ja, 1 sekond. Po. 1 sekond, të vilje do të ty dhe tabelën, sepse këto do bëjmë në fund. Dhe, pa tjetër nuk do harrojmë pasaj që të merrem me këto kompanitë e tjera sondazheve, se janë shumë në Shqipëri që po bëjnë. Do shohim dhe ato. Kush i ka rënë më shumë në kokë? Apo jo, Gjergji? Do ta bëjmë ato. Po si i gatshëm. Do t'i bëjmë ato apo jo? Po spati nxirrin të gjitha. Ore le të gabojmë, të gjithë. Ore çon se ka. Nuk ka rëndësi fare më. Nami të bëhet, nemi transparent vlla. Zoti Gjinishi, le të jemi gati me Gjinishin vlla, shpejt që mos u mbasim kohë. Po bllokua le tani. Po jepi Gjinish. Atëherë Çani, duke qëndruar sondazhet tonë me Gjergjin. Po. Ta lexojmë çik votën pushtet dhe opozit. Sepse kështu është, Shërënsika, Qori, Lapaj, këto gjithë në opozit. Qartë. Në qoftë se bën në tabelë rezultate duke fut brenda zotin Lajpa me 6.9 për shembull, dhe zotin Basha me 2.1, dhe thotë që rritja është 9% me njëherë. Pastaj duke vazhduar edhe me Agron Shehajn, do të thotë që gjithë kjo votë është opozitare. Po ja ta që ky sistem sistem nuk ka vlerë të për të llogarisë, se sistemi nxjerr. Po ne do luajmë nxjerr ndryshe edhe një herë. Po thema dhe po flas për mandatet. Po flas për mandatet. E gjithë kjo është votë opozitare dhe kjo nuk shkon tek Rama. Rama është poshtë kësaj vote. Nëse bashkon këto me zotin Berisha, që është 34, opozita totalisht, po them, në total. Nuk i bashkon dot. Po njëmër një minutë ta mbroj pak logjikën në burë dhe atë. Do flasim në parim. Berisha është gati. I bashkon apo si bashkon? Unë bëra analizën time se si do jetë lëvizshmëria në të paktën në Durrës, në Korçë, në Elbasan. Prit se janë shumë, edhe në Tiranë. Projekcioni im dhe cilat janë qarqet që ndryshon rezultatin sipas teje? Që janë, se thuash, që vendosin, që vendosin Këto të thash më këto më. Elbasan, Durrësi dhe Elbasan, Durrësi, Tirana. Elbasan, Durrës, Tiranë, Korçë. Edhe Korça, dakor. Po gjitha janë në problematikë. Edhe Fierin. Luan dhe Fierin. Okej, dakor. Tash kush është projekcioni im shifra, çani dhe ta mbyll. Jam dakord, prandaj thash zora telefonin më njëherë në projekcionin që bëri zoti Çako. PS-ja 68-69. PD-ja 64. Një sekondë, pësisht dhe njerë se është e unë ledjo, du t'jetë e ty, vla. Jepi. Po thoja, atëherë po e fillem nga opozita. PD-ja 64, PS-ja 68-69, 3 marrin partit e zotit Basha, Shehe dhe Lapaj, 3 Tom Doshi, ndoshta, për këta me pikpytet madhe, 1 e merr Arlind Qori. Iku. Kështu e bën qeverinë në majta, do me thënë një bje me 7 dhe 1 votë. Dhe shohem. Nuk ka rëndësia jo. Jo aty jemi. Në të gjitha rastet Rama nuk e merr dot vetëm. Është momenti. Nuk i bën dot mandatet, PS-ja nuk i merr. Kjo është shumë e rëndësishme. Me dot as me PSD-n, 70 do dalin me PSD-n. O Gjinish, nuk i bëri 140 me këtë gjithë. Po më numëroj më. Po më numëroj ti. Po numëroj ti pra. Edhe një herë. Kujdes, është sakt Gjergji, kujdes. Sa është PD-ja? Numëroj Gjergji. Po sa është PD-ja më? 64. Plus 3 Luli, Shehaj, Lapaj. Po. Edhe 3 Doshi? Po. Edhe 1 Qori? Po. Po pra.
Sa është? 69. 69. Në rregull ishte Gjinishi. E shikon se sondajet nuk kanë thënë. Jo, si ka shkuar edhe në telefon Gjinishi. Jo, i shkruajta gjatë kohës që po fliste Drago. Të gjitha Po të i bëja sfidë vetes time. parashikimi, pra analiza e për sonketën e tani e Flogert, mushës e parashikimi Flogerti si një parashikim se na duhen këto të gjithë, ti kemi prova. Një analiza e këtyre shifrave. Surpriza këtu është rënja e opozitës. Nga 63 në 2021-in, për DLSI, është në maksimumin e saj 57. Iku. Pra ka rënje me 6 mandate. Vazhdojmë. Të tjerët nuk janë surprizë përveç Lulzim Bashës që e ka nisur garën shumë vonë me partinë e tij dhe ka kapur hapin e Edhe kjo logjike është të trashëgon strukturat ai. Eksaktësisht që thash. Atëherë, duke mos ju referuar moralit, por shifrave, sepse po të flasim për moralin, Rama ka ata në Burg, ose në SPAK, doktori është vetë në SPAK. Po të flasim për Rama ka ata në SPAK, doktori është non grata. Po të flasim për Lasivitan, del përgjimi që Lasivitasi tallet me këta, dhe budallënj të mendojnë që... Nuk tha budallënj. Po e... Talëshe apo jo? Në Shqipëri dhe ka shumë nevojë për përdorimin amerikan. Bravo, edhe qeshte, nesë. Kështu që kjo bie. Shifrat janë shifra, strukturat janë struktura. Parashikimi im, cili është? Referuar edhe sondazhit është Partia Socialiste dyshemen e ka 76. Pra mund shkoj me 76-78 mandate. Parashikimi jote është 76-78 për PS-n. Po. Para amën me fjalë, po. Partia Demokratike me ASHM-ja, Alianca për Shqipërinë Madhështore, 50-52. S'vete më shumë, thuati. Jo. Pra ti e nxjerrë më poshtë se sa sonketa, po? Tom Doshi 3. I merr 3 toma sipas Flogertit, po? Dhe Dvegjlit e kaloi një grup parlamentar. Që do me thënë? Mbi 8 mandate. Jo, me thuaj konkretisht tani. Po pra, Lul Basha mund shkoj 2 mandate. 2, Luli? Lapaj mund shkoj 2 mandate. Shehaj 1 mandat. Po? Dhe Qori 1 mandat. Po, Po pra, Tomën e thamë 3, Shehaj, po. Mund të kapë. Shkojnë të 6-7 mandat. Okej, ky ishte parashikimi i Flogertit. Qa kishe tani, këto parashikime du bën Ledion Bajën që të lutem. Ka një ndryrë e Gjinishit tani nuk dukosh me parashikim. Jo, nuk ka parashikim. Okej, tani Ledion na futi gjithë në ekran. Jo, thjesht për të hapur për të mbyllur një diskutim tjetër, domethënë, ka një përcaktim ligjor çane që një parti politike që nuk kualifikohet në nivel qarku, por merr 1% të votave në nivel kombëtar, merr një mandat. Që do me thënë me fjalë më thjeshta? Mund mos marrësh në qark mandat, po në nivel kombëtar merr 1%, kjo të përkthehet në një mandat. Se kuptova këtu, unë jam të shifrat janë të merë fare. Arlind Qori. Po e zëm, po. Nuk merr mandat në Tiranë. Po në rang kombëtar, merr 1% të votave, i jepet mandati. Po në cilin qark i jepet ky mandat? Nuk ka rëndësi, domethënë, ky është përcaktimi ligjor. Po jo. Që se kuptova fare. Po tashi se kuptova këtë Gjinish. Nuk ja fut Gjinish, kujdes Gjinish ishte zbulon shumë. Do të marrësh 3% të kaluar pragun. A ka prag mos e sigur pragu Rama duke. Nuk ka prag. A mund ta sqaroj të lutem? Po, shpjegoj Gjinishit. E para t'ja shpjegoj Gjergji. Gjergj, pragu ka qenë 3%, ka zbritur 1. E di. Dhe nuk ngatarohesh më. Bravo, eksakt. Dhe aty ngatarohet Gjinishi. Futesh ngar me 1%. Me 1% fillojnë të numërohen vota. Po nuk morën 1%, nuk numërohen 0. Kështu që Gjinish të lutem Gjinish, kujdes sepse duhet me pa mirë ligjin. Ligji më thot një specialist i ligjit, tani s'po e them me emër domethënë. Nuk ka rëndësi më se ai është shumë i nderuar dhe ai është një kandidat të Lutfi Dervishi, një pen shumë interesante dhe shumë e mençur e mediave në Shqipëri. Po, i papar Lutfiu, lutur që se na shikon, bravo. Çon mesazh. Lutur e kemi ndjekës rregull dhe na respekton shumë mesazhet që çon. Të falenderoj shumë Lutfi. Thot kurioziteti më 11 maj thot Çani. Dëgjoj që Gjinish leja tani celularin. Më thot Lutfiu. Çani kurioziteti 11 maj thot sako. Nuk do të jetë se cila parti do të fitojë zgjedhjet, por se cila kompani ka pas sondazhin më të saktë. Kompani ka pas sondazhin më të saktë, pra, më të saktë. Kjo është luftë ndërkombëtare. Po kupton, pra nuk do jetë cila parti do fitojë, vlla. Kush ka dhënë sondazhin më të saktë? Fakt sondazhet pa dashur, por sondazhet janë shumë afër njëri tjetrit. Ose lexim tjetër i zotit Dervishi, është përcaktuar fituesi, varet kush do ja afrohet. Tani pyetje fundit, kemi edhe 5 minuta kohë fikse të bjerë gongu. Pyetje fundit do ndaj, këtu nuk merr pjesë. Tani Stefan mbaroi punën e vet sot.
Nuk di të falenderoj sot se si sondazhi fundit, apo mund të kemi shansë të kemi një sondazh tjetër javës tjetër, po këtë s'ka probleme, lëm të hapur. Stefa do jetë gjithsesi pas zgjedhjeve këtu që ne të shohim sondazhin një, të themi bravo Stefa ose Stefa nuk bëre gjë me sondazh vlla. Me duke shqiptarët kanë gënjur se nuk është faji Stefës. 3% është marrë zgabimit. 3% marrë zgabimit, dihet. Kjo do të thotë që ta sqarojmë që me thënë 3%, se njerëzit se kuptojnë. Kur unë them 73 minimumi, në qoftë se përse me 70.8, pra më qoftë se përse me 71 mandate, unë jam rregull vlla. Ti je rregull. 3% është më. Stefa nuk ka bërë sondazh dhe me CIA, vlla, kështu që s'ka bërë sondazh dhe me CIA ndëm. Ka bërë sondazh vetëm me popull. Se ti fut faktorën e CIA. Nuk i gjeze për kë voton CIA. Tani, unë kam një pyetje të fundit vlla. Ka e pyetje të fundit, megjithëse këtu janë mesazhe pa fund që pyeta. Një sekond tani. Ordin jam dakord, ka ardhe mesazh, për ta lexoj këtë, Flogert, ka ardhe mesazh. Më ka ardhe mesazh që në orën 10:05, por nga që shumë mesazh nuk po lexoj dot, më thotë më mbrëmë Arjan, uroj të jeni mirë, jam Klodiana Çapja. Kandidate për deputetën e qarkun Elbasan. Kërkova ndjes publike. Po i kërkoj ndjes. Profesor e Partisë Demokratike, dua sqaroj me qartësi dhe respekt se nuk kam asnjë lidhje familjare apo personale me Fisin Çapja, thotë Klodiana. Janë shumë, janë disa deg. Po nuk ka rëndësi. Por veç mbi emrit përbashkët. Kërkoj ndjes Flogert. Kërkojmë ndjes. Ja thashë s'kan lidhje. Mbani parasysh se bëra pyetje në fakt që e mbyllur që. Dhe ka drejt Klodiana, shish thotë, mbani parasysh se shumë shqiptar mbajnë mbi emrin Hoxha, thotë. Hoxha dhe Rama, thotë. Dhe kjo nuk i bën të gjithë se janë njësoj apo që ka lidhje me njëri tjetrin, faleminderit. Është krim suksese Klodiana, suksese. Klodiana suksese. Nuk është krim të kritikisht. Në sondazhe kjo detyra do reflektonte disa vota më shumë, se njerëzit vdesin kur kandidatë hyn në mënyrë kaq spontane dhe jo në mënyrë bukur. Ja, po kjo ishte sqarimi i borsës. Pikërisht, pra të po them. Tani, pyetja e fundit timja para se të bjerë gongu 3 minuta. Po e filloj nga Flogerti, po vazhdoj me Gjinishin, do të mbylli sigurisht dekonspiracionisti i madh Alfred Cako, zonja zotëri, që merr pjesë sot në një debat kaq bazik dhe kaq pavlerë. Cako ne kemi për gjëra shumë të mëdha se kaq. Ne vlerëndërojmë që erdhi sot dhe na ul me këmbë tokë. Flasim për këto gjëra të vogla bazike pa ndonjë vlerë të madhe, sepse planeti sigurisht ka gjëra shumë interesante se kaq. Po Cako do të në fund për ta mbyllur, keni nga 1 minutë secili. Po fillojmë nga Flogerti. Flogert. Ore mirë më mirë. Edhe 9 ditë janë zgjedhjet. Ore Spaku ku është më? Si s'po kap ndonjë gjë? Spaku ka të regjistruara afro 20 procedime, me sa unë kam ndjeni. Për zgjedhjet? Me sa duket Vreshtin, nuk e ruan Spaku, e ruan Frika. Dhe Spaku e ka fituar betejën deri tani. Ti parashikon që Spaku mund të ketë ndonjë gjë të madhe tani për të goditur në këto 9 ditë që kanë mbetur para zgjedhjeve? Unë nuk di ta them këtë, edhe pse në ditët e fundit bëhet ajo sulmi frontal. Sulmi pa parë. Por di të them diçka. Që në qoftë se do ketë një certifikues de facto të zgjedhjeve në Shqipëri, do jetë raporti i Altin Dumanit. Në fund do ketë një raport. Para zgjedhjeve? Në fund, pas zgjedhjeve, direkt pas zgjedhjeve do ketë një raport. Pra për raporti Odinit do jetë raporti Dumanit? Ai do bëj raportin e tij të punës. Qartë. Dhe raporti i punës së Spakut për mua, për perceptimin e opinionit publik, do jetë në fakt certifikimi i zgjedhjeve ose jo. Interesante kjo. Nga ana e Spakut. Gjinish momenti jot. Spaku do hy në këtë ekuacion që ne bën tani? Spaku është në terren, ndërmjet agjendet vetë BK-s dhe kjo është e padiskutueshme, jam mbi 100 agent. Ndoshta punon vetëm ditën, natën nuk punojnë edhe s'kan ku t'i kapin. Zakonisht Çani, zakonisht. Javën e fundit ndodh goli i madh, blerja e votave ndodh javën e fundit. Marrja ditëreqja e kartave të identitetit. Ditët e fundit. Ke dëgjuar gjë këto kohë fare? Ka, po aty është, po them, lumi i madh. Sa do vitava jo, të pritem mbroj Gjinishi. Tani janë rroke. Sepse kemi debatë, sepse erdhi fundi. Po pra, po thoja këtë. Mbyllë Gjinishi, se nuk e kohë. Po thoja këtë pra. Po thoja këtë, Spaku është terren, po mbledh dhëna. Goditja, lumi i madh, vërshimi i madh ndodh javën e fundit. Pra do ndodhi para 11 këtë javë që jemi. Ditët e fundit fillon parat e tjera. Ka dhënë sinjale që po vepron. Unë jam dakord me atë që tha Flogerti. Raporti i Spakut, mos harro dhe shërbimet e huaja, raporti i Spakut do ndikoj nëse do kemi votë të deformuar në Shqipëri, mund ta përmbyesi pikërisht ky raport. Ca ko fjallë e fundit? Shiko, Spaku nuk është organ për të certifikuar zgjedhjet. Është organ që godet shkeljet ligjore që bën legitimim de facto para votimit. Organi që certifikon zgjedhjet është OSB ODIR. Ka një luftë të madhe në OSB ODIR midis amerikanëve dhe evropianëve
sepse unë mendoj që Amerikanët duan të rinovojnë politikën si nga në dy partitë e mëdha, si në krahun e majtë dhe në krahun e djathtë, kurse Evropianët janë me kukullën e tyre me Tela Edi Ramën. Dhe kemi parë që Britanikët, ambasadori Britanik ka bërë takime me drejtuesin e SPAK-ut për ta influencuar, mendoj unë, në favor të Ramës. Pozicionimi i SPAK-ut në krah të Ramës u duk hapur fare në kohën e emërimit të dy kryetarëve respektive të bashkisë që emëruan një Rama dhe një Erion Veliaj nga Burgu. Po të shikoni, SPAK-u ndërhyri në mënyrë të menjëhershme dhe thiri dy kandidatët, do më thënë kandidatin për kryetar bashkie dhe kandidatin për sekretar të përgjithshëm të emëruar nga Erion Veliaj, duke i trysnuar që ata të tërhiqeshin nga vendimi Erion Veliaj. A do të rri para një vjet më? SPAK-u nuk pres asnjë gjë të bëj dhe në qoftë se do bëjë ndonjë goditje, do bëj nga opozita dhe jo nga pushteti. Ose mund të veproj ashtu si që ka vepruar deri tash, të godasë Partinë Socialiste në shumë drejtime të vogla dhe t'i jap një ose dy goditje të mëdha nga ana e Partisë Demokratike, siç ka bërë dhe me figurat politike, ku nga krahu i opozitës ka goditur mbretin dhe mbretëreshën, kurse nga krahu tjetër ka goditur oficer, tora, ushtar. Fiks, ora është 23:01. Ne bashkë takohemi të